Në momentet kur mbar Kosova luftonte për liri, edhe shaljanët ju bashkangjitën ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe dhanë kontributin e tyre për të larguar forcat serbe nga trojet tona. Rrugën dhe veprën e lavdishme të Ukshin Kovacicës, Ahmet Selacit, Bislim Bajgorës, Mehukës dhe trimave të tjerë të shalës së Bajgorës, e ndoqën edhe shumë të rinje të reja nga kjo trevë. Gjatë luftës, ushtria çlirimtare e Kosovës në zonën e shalës u udhëhoq nga komandant Rahman Rama dhe djemt e vasha tjera të kësaj ane. Në rajonin e shalës së Bajgorës, veproi brigada 141 Mehuka, nga e cila, për lirinë e Kosovës, u flijuan 33 dëshmor. Njëri ndër ta ishte edhe intelektuali adhetari i njohur Xhevat Ruhan Yusufi, emri të cilit, bashkë me dëshmorët e tjerë të kësaj treve, është skalitur në këtë lapidar, në qendrën e shalës së Bajgorës në Bare. Këtë emision ja kushtojmë pikrisht këtij vizionarit të madh, i cili tër jetën ja kushtoi arsimimit të rinisë, mbështetjes dhe organizimit të rezistencës për çlirim kombëtar. Xhevat Yusufi u lind më 5 gusht të vitit 1953 në fshatin Vidishiq. Shkollimin fillor e kreu në Bare, ndërsa shkollën e mesme normale në Mitrovic. Pa shkëputje nga puna, Xhevati mbaroi edhe shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë. Veprimtaria pedagogjike e para së gjithash ajo atëdhetare e Xhevat Yusufit ishte mjaft e bujshme. Ai ishte simbol i arsimit dhe i rezistencës shaljane. Njëri ndër bashkëpunëtorët e tij përkujton vetëm disa segmente të kësaj veprimtarie. Kolektivi i shkollës fillore Xhevat Yusufi në Bare kishte nderin që në mesin e vet pati edhe një personalitet sikur se ishte Xhevat Yusufi. Punën e vet në këtë institucion arsimor e filloi në vitin 1973 dhe punoi deri në vitin 1979 kur punësohet në entin e statistikës drejtoria në Mitrovic. Mirë po me dëbimin e punëtorëve nga puna dhe punave në gjithë Kosovën kur vinë masat e dhunshme nga okupatori, Xhevati prapë i kthehet arsimit dhe kështu në vitin 1991 prapë fillon punën si arsimtar. Duke u dëshmuar se edukator dhe organizator i mirë në procesin mësimor, Xhevati më 1995 emërohet drejtor i shkollës fillore në Bare, të cilën detyrë e kryen me sukses deri më 1998, kur shpërthen lufta edhe në shalë të Bajgorës. Këtu në këtë zyre ka punuar Xhevat Yusufi si drejtor i shkollës prej vitit 1995, kurse më vonë që nga viti 1998 si komandant i logjistikës në brigadën 141 Mehuka të zonës operative të shalës. Se Xhevati kishte vërtet ndjenja të larta adhetare, dëshmon edhe vendosmëria e tij për kremtimin e 28 nëntorit, festës së flamurit e të pavarësisë më 1996, me gjithë kërcënimet e policisë serbe për të ndaluar një kremtim të tillë. Posa erdhëm në Bare, policia erdhë me 2 gazika, hini në zyrën e drejtorit dhe decidivisht i tha se nëse bën ndonjë festim për 28 nëntorit do të burgohet së shtetë gjithë arsimtarët. Ata shkuan dhe e rrethun shtëpinë e kulturës që ne mos ta marrim festën për 28 nëntorit ditën e flamurit. Mirë, po Xhevati erdhi në sallë, bisedoi me një arsimtarët, ne kem korridorin e shkollës bukur të gjatë, aty qyti 2-3 banka, marrë një bim të improvizuar dhe kështu me nxënës e festuam atë ditë 28 nëntorin. Edhe pse policia ishte jashtë shkollës e rrethuam, ai ka nguli që atë ditë nxënësit të dhon programin e vet, vjershat edhe poezitë që ju kishin kushtuar ditës së flamurit. Atëherë kur ishte shumë vështirë të veprohet për të kundërshtuar politikën anti-shqiptare e anticivilizuese të regjimit militarist të Beogradit, Xhevat Yusufi gjen mënyra për të organizuar rinin, e sidomos për të bashkuar intelektualet e shalës së Bajgorës në kuadër të formacioneve të para të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në këtë trevë. Me Xhevat Yusufin jemi njoftuar në fund të prillit 1998 mu këtu në shtëpinë e tij, në fshatin Vidishiq. Aty ishte prezent Gani Meri dhe Sheki Fazliu.
Gjevati Jusufi me të vërteta dhe shprehu një gatishmëri na përkra rreth armatimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, rreth përgatitjes dhe inkuadrimit në ushtrisë shqiptare të Kosovës gjithashtu në popullatën civile. Në pranverë të vitit 1998, edhe në fshatrat malore të Shalës së Bajgorës, u ngjitën luftëtarët e lirisë dhe themeluan njësitin e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në këtë anë. Më 18 prill, më 1998, në shtëpinë e Imam Fedit këtu ku gjinë tash në fshatin Zabërç, u themelu nisiti i parë i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në regionin e Shalës, me urdhën të Ramon Ramës. Në këtë nisit, kur filluan këto aktivitetet dhe shtrirjen e UÇK-s, domthonë të tegëve të ndryshme, të fillojmë organizimin e mirëfillt ushtarak, ndihmë të veçantë mund të them që dha dhe Gjevati Jusufi, i cili ishte një njeri ndër kreatorët, edhe mund të them të partë që dha një kontribut jashtëzakonisht të veçantë për furnizimin me armatim, në bazat logjistikës ushqim veshmbathje e tjera, i cili na bashkangjitet dhe me iniciativën e tij shumë të ri shaljan i bashkangjitet në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me fermimin e celulave të parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën e Shalës, së shpejti u bashkangjit edhe Gjevati Jusufi, i cili kontribut të veçantë dha në logjistikën e kësaj zonës, posaçërisht në brigadën 141 me UKA. Më 20 maj 1998, Gjevati Jusufi, njëri ndër veprimtarët dhe prisit më me autoritet në Shalë për hir të interesave të larta kombëtare, lë të gjitha funksionet e privilegjet që kishte dhe vendos që të vesh uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ta mbështes atë në të gjitha mënyrat. Ai pa hamendje, vendimin dhe dëshirën e kamotshme të tij ja komunikon bashkëpunëtorëve dhe familjes së tij. Definitivisht më komunikon lajmin se është kyç në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në fytyrën e tij kam pa një entuziazëm të madh, kam pa një gëzim të madh që ishte radhit në radhët e UÇK-s. Në maj të vitit 1998, të gjitha privilegjet që kishte si drejtor i braktisë dhe kyçet në ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe mund të them se shkolla atëherë nga Vatra deri Tunis shndrohet në kazermë ushtarake. Këtu vendoset edhe komanda e brigadës 141 me Huka, ku Gjevati emërohet si komandanti logjistikës për këtë tonë. I shetrorët e zonës operative të Shalës dhe të brigadës 141 me Huka të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës rrëfejnë për kontributin e Gjevati Jusufit gjatë organizimit të rezistencës armatosur kundër Serbisë. Pas njësitit parë, domethënë që ka qenë i udhëhequr nga Neimeri, Gjevati Jusufi edhe shumë të tjerë arritën domethënë ta bëjnë një organizim. Flasim për kontributin e Gjevatit, është një kontribut shumë i madh i tij që ka dhënë edhe si intelektual, edhe si luftëtar, edhe si njeri kështu. Më kujtohet 20 maj i vitit 1998 kur definitivisht, domethënë ka pranuar dhe ka ardhur në radhët e UÇK-s. Tuaj mos e lënë nësh edhe kontributin e mahershëm që ka dhënë. Domethënë prej kyçes tina në radhët e UÇK-s, ne si zonë kem arrit një sukses shumë të madh, kem arrit që një intelektual çfarë ka qenë Gjevati Jusufi, ka arrit që ti bashkangjiten edhe shumë intelektual tjerë edhe njerëz me autoritet në atë rajon. Detyrën domethënë kryesore në zonën operative të Shalës se ka pas fillimisht si furnizues, domethënë si shefi logjistikës pranë brigadës 141 me UKA. Mirë po gjatë punës së tina është vlerësuar edhe nga unë si komandant, edhe nga shtabi i përgjithshëm, edhe nga mbartësit e mi, edhe bashkëpunëtorët e mi, e kem bë si shef logjistikës pranë zonës operative të Shalës. Me angazhimin dhe kontributin e Gjevati Jusufit, i cili ka qenë një njeri shumë i përpjekt, i vendosur, gjithashtu edhe kishte besimin e popullatës të kësaj ane, kontributi i tij më i madh ka qenë në formimin e brigadës 141 me Huka. Pas gjithë kontakteve që kemi pasur në gjitha fshatrat e Shalës Bajgores, Gjevati Jusufi ka qenë pjesëmarrës dhe ka dhënë kontributin e tij për angazhimin e rinisë të kësaj ane që të kyçen
në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Kam pas fatin që të njoh dhe të bashkëpunoj ngushtë me Xhevat Jusufin. Vetë kyçja e Xhevatit në radhë të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës kishte një rëndësi të veçantë për faktin se ishte numri i vogël aty në pjesëtarëve, aty në intelektualëve që në radhë që kyçën në radhë të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës. Ishte i dëshmuar në aktivitetet kombëtare, sidomos pas viteve 90-ta, i dëshmuar edhe në organizim, edhe në punë, kishte një autoritet të lartë tek vendasit e tij dhe kjo na mundsoi që radhët e ushtarëve të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës të jenë më masovike. Njëri ndër bashkëpunëtorët më të ngushtë të Xhevatit në sektorin e logjistikës përkujton angazhimin, strategjinë dhe sukseset gjatë periudhës së luftës. Kishëm një bashkëpunim të mirë, kishëm një organizim të mirë, dinte të organizonte dhe krijonte lidhje të mira me donatorë, gjithashtu edhe me shoqata të ndryshme. Xhevati ishte një njeri i cili kishte autoritet të madh edhe në qytet, si në Vushtri ashtu edhe në Mitrovic, ku i zgjeroi lidhjet e tina për furnizim edhe me Mitrovic edhe me Vushtri. Do të çdo bisedë e tina me persona civil ishte pozitive dhe kështu që kishëm ma letë të furnizohëm me gjëra ushqimore ose të ndryshme të tjera që ishin të nevojshme për UÇK-n. Ishte një strateg i fortë, i cili çdo herë më thashte që bezgjet përveç që luftës që kemi obligim në UÇK, nuk guxojmë asnjëherë të harrojmë popullatën, për arsye se popullata na ndihmon neve, por edhe ne duhet të ndihmojmë popullatës atëherë kur është nevoja. Me ardhin time në Nalt, Xhevati ma ceku detyrën furnizuesi i brigadës 141 dhe atëherë vazhdum nëse me gjanat ushqimore, me furnizimin e ushtrisë në Nalt, qashtu që domethënë çdo ditë kisha kontakte me Xhevatin të mëdha, me dha këtë detyrat që u dufshin për më kry domethënë poshtë në qytet, marsha gjanat më tepër ushqimore, kështu kishim disa me thonë për veshmbathje, besa dhe për fjetje. Pas rezistencës së luftëtarëve të brigadës 141 të Ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës, MEH UKA, kur nga shala u detyruan të largohen forcat serbe në korrik të vitit 1998, në bare me angazhimin konkret të Xhevatit dhe të bashkëpunëtorëve të tij, u hap edhe fabrika e konfeksionit, ku qepeshin uniformat e luftëtarëve të lirisë dhe njëherët u hap spitali ushtarak. Dhe në këtë fabrikë këtu janë qepur brenda 3 muajve 2500 palë uniforma, të cilat kanë shkuar kryesisht në zonën e Drenicës, në zonën e Llapit e më pak në zonën e Shalës. Fillet e organizimit legal të ushtarak e kanë bërë që unë ta një Xhevat Jusufin në zonën operative të Shalës. Muna me thonë që janë pres të këtij rajoni Emin Begu, Emin Musa, Hajzeri, komandant Ganijev, edhe në këtë kohë kam njoftë edhe Xhevatin. Xhevati ka qenë një ndër shtyllat kryesore të zonës operative të Shalës, ka udhëheq sektorin e logjistikës. Sektori i logjistikës Shalës ka shërbyer jo vetëm për zonën operative të Shalës, por kanë shërbyer fillimisht për zonën operative të Drenicës, të Llapit, po kisha me thonë edhe më gjatë. Është shquar në organizim jo vetëm mbrana vijës të frontit, po edhe jashtë vijës të frontit, ka pas njerëz, njëftësia e përpashme e tij, tradita e tij familjare. Ajo është edhe jafëm i Ganibaliu të shumë njerëzve që kanë dhënë edhe më herët se në kohën kur po luftohej. Kështu që është i shmueshëm angazhimi i tij, lufta dhe kontributi i tij. Takimet tona edhe pas inkuadrimit të Xhevatit në UÇK ishin shumë të shpeshta. Themi se ishin 2-3 ditore ose mas larti javore. Në gjitha ato takime gjithmonë shtrohej një temë, ishte brengosja e jonë dhe interesimi jonë se deri ku ka mri UÇK-ja, sa ka mri të organizohet, sa ka mri të armatoset, në cilën gjendje është logjistika, sa ka mujt me u pajis me artikuj ushqimor dhe me gjitha ata artikuj që ne kishim mundësi me i furnizu.
Gjatë luftës, familja Jusufi në Vidishiq e tëra ishte vënë në shërbim të plot të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Nëna e Xhevatit Hava dhe bashkëshortja e tij Meremja përkujtojnë disa momente nga ajo periudhë. Po qërëna që shpëllet kja nona e së gërvodës. Për djelë veta, dhe këto që qëshëm. E bredjolja më thësha duhet, s'ka që banë, duhet me fulli qka. Po që qërtu të i ka duhet me fulli, përkujtaj ka dhe gjallë isha dhe këtë, adhe i përkujtaj ka tu. Renore, jam që po hinë këtë ushtrime shuke me ushtrime valoj për ata krenore, se po e kom ditën pa kalzu, po type. Në gjëvate për gjda 1 ditë, 2 ditë me ushtri orda të në shpe. Edhe kanë hangër, kanë pi. Kështu kjo akon shumë e pacaktume. Mes natës, para mëngjeze, mbrëmje, ditën. Çdo herë ka ardhur. Sa herë që ka ardhur, e ka thonë buk me post pregadit për ushtri. Xhevati ishte optimist se një ditë Kosova do të çlirohet dhe të gjithë shqiptarët do të kthehen nga mërgimi për të jetuar në vatrat e veta, në Kosovën e lirë. Këtë e dëshmon edhe një xhirim amator në gusht të vitit 1995, kur Xhevati ju dërgon një mesazh bashkëvendësve të vet në Europë. Inshallah, shtukoj zemrës për të gjithë bashkëvendë Kosovën e lirë sa më shpejt. Në vijim të ndjekim disa sekuenca që dëshmojnë luftën heroike të pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Shalës, të cilët i mbështeste me logjistik pikrisht komandanti i këtij sektori, Xhevat Jusufi.セルビア治安部隊の攻撃で一時壊滅状態に追い込まれた解放軍が再び息を吹き返し、春に備えて軍備を整え訓練を続けています。しかし先月末、春を待たずに戦闘再開。停戦合意は破綻寸前。バルカン半島の緊張が高まっています。Xhevat Jusufi kishte aftësi të mëdha organizative dhe vazhdimisht kishte ide dhe gjente mënyra për të ngritur moralin luftarak tek pjesëtarët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në Shal. Me propozimin e tij, edhe në rrethana lufte në shpatijet e larta në Zabërgj, ku u themelua njësiti i parë i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në këtë tredh, u organizua edhe dasma e një ushtari. Me të vërtetë që nuk isha paramendim as mendim që të martohem edhe të krijoj familja, po diçka në rrethona lufta ose ku ishim në atku, por Xhevati kishte një ide tillë që ngritet morali që ndresa në popull, në ushtri, çdo kund të tregojmë armikut që ne jemi ata që martohem, vazhdojmë jetën pa më parasysh në çfarë rrethona jemi. Më 3 janar të vitit 1999, në mbrëmje, Xhevat Jusufi, komandanti logjistikës së brigadës 141 e i zonës operative të Shalës dhe ish zëvendës komandanti i brigadës 141, Zymer Halimi, Pesi, në fshatin Kqiq, marrin pjesë në një takim me veprimtarët e këtij fshati dhe me ata të Bashkësisë Islame të Mitrovicës e të Vushtrisë. Pas përfundimit të këtij takimi, siç thonë dëshmitarët, pas orës 22, ata nisen për të kthyer në shtabin e brigadës. Mirë po, afër Smrekovnicës, hasi në prit. Mu në këtë vend ku gjindemi momentalisht, kemi hasë në prit. Ku është ajo pema atë, 3 flakë kanë qenë të orientume në anën e makinës, ku eshëm unë dhe Xhevati. Prita ka qenë e organizuar në gjysmë rreth, prej asaj peme deri te gardi këtu mbrapa. Kjo ka ndodhur diku rreth orës 22:50 minuta për afërsisht.
fishek të parë ju në ardhë në drejtim timin, unë kam qenë duke drejtuar automjetin një gjep. Në pjesën e djathtë timin ka qenë Gjevati. 2 plumat e parë i ku morë në gjaks. Mirë për këm pas pancirin, fatëbarsisht këm pas më ka shpëtu, po këm pas dhimbje jashtëzakonisht madhe. Kanë fillu sulmin pe i komplet kësaj pjesës këtu. Me armë automatike, bomba dore dhe tromblon. Zymer Halimi kujton edhe fjalët e Gjevatit në ato momente teje të vështira të luftës për jetë a vdekje. Tu ka qenë gjipi, Gjevati ka qenë i shtrer, afër gomave të gjipit, unë gatina, më ka lyp me dorë, më ka shtrëngu dhe ka thonë për në zonë të gjallë. Kam nxerë revolën, i këmë thonë të rrinë këtu në këtë pjesë, kryesisht të ngarkohet për pjesën e mrapshme, kurse unë jëm dalë deri në këtë stëm. Kam tentu që dalë deri të ajo pemë me pas shqiqimin. Ma të mirë, për arsye se këtu ma nuk unë dëgju asë gjanë. Krejtë kjo ka mund të zgjas diku rreth 5, maksimumi 7 minuta. Nuk u mujtë ma rritë deri atë, të ajo pemë ku për shifët, rreth 10 metra shkum arritë në mes, dhe më thonë pe këtu i deri të pema. Disa herë Gjevati më ka thirë, a je gjallë? Po e këmë thonë, gjallë jam, majët e. 1 orë rrafsh ka zgjatë kjo bisedë her pas here, ku kemi kontaktu, jemi thirë, nuk e kam ditë që ka qenë i lënduar, i plagosër. Pas 1 ore, Gjevatit dhe Zymerit u vinë ndihmë edhe banorët e Smrekovnicës, e të Kqiqit, dhe pas ndihmës së parë mjekësore, ata nisën të dërgohen në spitalin ushtarak në Bare. Por në atë moment, në atë kohë, derisa është bartja prej Smrekovnicës deri në Sum, Gjevati ka humbë jetën. Ja se si e përjetuan bashkëluftëtarët e tij lajmin për rënjen e Gjevat Jusufit. Lajmin për rënjen, vrasjen e Gjevatit e kum përjetu jashtëzakonisht rënë. Për arsye se jemi kanë të pandarë gjatë aktivitete prej 25 qershor prej formimit brigadës 141 deri në momentin e rënjes. Rënja e tina ishte shumë e madhe dhe mund të themi para ditë, ishte ditë zije në tërë shalën. Kemi përjetuar qaste shumë të vështira gjatë luftës, por besoj se qasti më i vështirë ka qenë qasti kur ndëgjova se Gjevat Jusufi ka mbetur i vrarë dhe zavendës komandanti i brigadës Besi ka qenë i lënduar, i plagosur rand. Lajmi për vrasjen e tina na ka prek shumë dhe na ka dëmtu shumë edhe si zonë, po unë besoj që edhe gjithë ushtrinë qëllimtare të Kosovës e kemi humbur një njeri që ka qenë më të vërtet një intelektual dhe një njeri shumë i madh. Kjo ishte një humbje e madhe për ushtrinë qëllimtare të Kosovës, por njëkohësisht ishte edhe një humbje e madhe edhe për mua, për arsye se unë u dashkë ta marr atë barën e tij të cilën e kishte kryer deri me tani, por nuk e kisha edhe aq shumë vështirë për arsye se më kishte lënë lidhet e mira me donatorë të ndryshëm dhe me shoqata të ndryshëm për furnizim, do të thotë ma kalon komplet atë rrjetin cilin ai e ka shfrytzuar, do të thotë në vetëm e kum vazhduar rrugën e tina. Varrimi i Gjevat Jusufit u bë më 5 janar 1999 me nderime të larta ushtarake në vendlindje, ndërsa pas çlirimit prej shtatorit 99, trupi i tij dhe i dëshmorëve të tjerë të zonës së Shalës prehet në varrezat e dëshmorëve në Mitrovic. Familjes Jusufi i mungon shumë sot Gjevati, që edhe ai së paku ta kishte shijuar liri. Sa kem bëjmë vjetë që kem krenore për ta, që ka o konë, ase ka luftu për Kosovën, jetën e ka honë për ta, jem shumë krenore. Pa, me të vërtet, duhet me qenë krenar, jo vetëm unë, po gjithë ata që kanë pas kësi trima, kësi burra, që i kanë dhuru Kosovës gjakun për këtë liri. Në shenjë nderimi për veprën madhore të Gjevat Jusufit, arsimtarët dhe nxënësit e shkollës fillore në Bare
të cilët tani mësimin e zhvillojnë në liri, propozuan që kjo shkollë të pagëzot me emrin e dëshmorit Xhevat Jusufi. Dhe këtë emër, ajo me krenari e mban prej 28 nëntorit të vitit 1999. Ndërkaq, pikrisht në përvjetorin e angazhimit të pandërprer të Xhevat Jusufit, në radhët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, më 20 maj në oborrin e shkollës fillore që mban emrin e tij, është ngritur busti i simbolit të arsimit dhe rezistencës shaliane Xhevat Jusufit, i cili qëndron krenar dhe përkujton ditët e lavdishme të luftës të popullit shqiptar për liri. Emri dhe vepra e tij dhe e dëshmorëve të tjerë të Shalës dhe të mbar Kosovës tashmë kanë hyrë në historinë më të re të popullit shqiptar dhe do të përkujton për herë si shembull se si duhet vepruar e sakrifikuar për liri, drejtësi e ardhmëri.